Pastaj vazhdon ajeti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Dhe ata të cilët e përmendin Zotin duke qenë kam, ul dhe shtrit format ndryshme, sepse nuk po i bashkruan Allah vetëm kam edhe në format, po i shkruan disa forma. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, dhe meditojnë rreth krijimit të qiellit dhe tokës, dhe thonë Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. I gjithë ky krijim nuk o bos koti, nuk e bane këtë krijim rasisht. Nuk ka krijim të qiellive të cilët nuk ka tmeta, e këto të cilët po na në bjellura, e këto që po jetojmë nuk u kriju skoti, nuk e ka kriju natyra, po e kriju Allah azza wa jall. Nuk jem kriju në këtë jetë me jetu e me vdek me u zhduk. Jem kriju me fitu ahiretin, jem kriju me fitu knacin Allah azza wa jall.